ka quar pesh tifozët e Shqipërisë në minutën e 33, një gol me të vërtet i bukur. Kjo ishte pra goditje që ka dhënë Mea, Alban Mea. Presim të ndikim në njerë të përsëritur golin. Është me vërtet një ide shumë e zgjuar e ti, jashtëzakonisht e zgjuar. Shkoni me majën e këmbës së tij djathtë, e ka lënë në vend të portierit set. Një goditje me të vërtet fantastike e zgjuar. Rrallë kemi parë goditje të tillë. Dhe shikoni rrjeta shkundur 1-0. Ndiqeni se si e ka goditur topin Mea. Dhe 1-0 në minutën 33 pra vjen goli. Në mos gaboj goli i pari ti me përfaqësuesën tonë. Alban Mea, një futbollist që luajt ndeshjen e tij të parë zyrtare me Kiprin në Tiranë. Kujtojmë që ishte protagonist në golat e shnuar nga Shqipëria në krosimet e tij, por ja që sot bëhet ai shënues, pra Alban Mea duke quar pesh tam tifozët që natyrisht janë pakët, por të gjithë ata që ndjekin nëpërmjet ekranit televizion zyrtar në këtë mbrëmje të shkëlqyer, një mbrëmje festive tham, një test për përfaqësuesën tonë që siç tham